Allahu i lartësuar i qorton ata njerëz të cilët nuk u bën veshin shenjave dhe argumenteve të tij. E sa shenja kanë në qiell dhe në tokë. Pra sa të shumta janë këto shenja dhe argumente në qiell dhe në tokë, që ata kalojnë pranë tyre, por nuk u bën veshin, u kthejnë kurrizin. Po kështu Allahu thotë, në të gjithë këtë ka argumente, ka përkujtim për ata të cilët dinë të logjikojnë, të mendojnë, të meditojnë dhe kuptojnë. Dhe mes këtyre shenjave është dhe i ftohti i dimrit, sepse brenda të ftohtit të dimrit ka shenja dhe shenja. Dhe midis këtyre shenjave është se Zoti e ka bërë të ftohtin e dimrit një përkujtues të vendbanimit të shpërblimit në ahiret. I ftohti që përjetojmë, i cili na rrethon dhe ndryshon gjendjet tona, përshkruhet nga Zoti i gjithësisë në Kur'anin Kerim, herë me prezencën e tij në botën tjetër dhe herë me mospraninë e tij. Dhe kjo në bazë të gjendjeve dhe shpërblimeve të njerëzve në botën tjetër. Kësaj përket banorëve të xhennetit, ata nuk e përjetojnë të ftohtin e fortë, i cili prish qetësinë e njeriut, ndërsa banorët e zjarrit do të përjetojnë një të ftohtë, të madh, përmes të cilit do të shijojnë mundimin dhe dhimbjen e tyre. Ndaj dhe Allahu i lartësuar ku përmend lumturinë e banorëve të xhennetit thotë, ata nuk gjejnë në të pranë xhennet as vap dhe as të ftohtë. Dimi përmendet me të ftohtin e madh të xhehenemit. عن سيره ولا جنة